Kurban Bajrami është një nga festat më të rëndësishme për besimtarët musliman, një ditë e sakrificës, solidaritetit dhe afërsisë me Zotin, por edhe me njerëzit në nevojë. Çfarë do me thënie ka kjo festë në kohët e sotme dhe si duhet të kuptohet sakrifica në jetën e përditshme? Dhe për të folur në përgjithësi për rëndësinë e Kurban Bajramit, sot në studio kemi profesorin e jurisprudencës islame në Medrezën e Mesme Alaudin në Prishtinë. Pra me neve në studio është Ekrem Maqedonsi, mirë se vini. Mirë se gjetëm, faleminderit për ftesën. Faleminderit shumë që keni gjetë kohë më ardhur, duke i ditë se kjo është një ditë feste dhe të gjithë kanë dëshirë që qëndrojnë me familjarët e juve, por megjithatë është shumë e rëndësishme të ndajmë disa mesazhe edhe këtu nga studio. Ju vreni ndonjë ndryshim çdo vit në kremtimin e festës Kurban Bajramit? Fillimisht ju uroj për festën juve dhe shikuesve të nderuar ku janë duke na ndjekur. Sigurisht se ka ndryshime nga se festa e Kurban Bajramit nuk është vetëm një ditë që manifestohet nga ajo se çka ndodh sot, por nga arritshmëritë që arrihen pas një aktiviteti dhe veprimtarie me ditë të tëra. Për shembull, nëse shikojmë Fitr Bajramin, vjen si rezultat i festimit të përfundimit të muajit të agjërimit dhe përkushtimit para Zotit, pra përkushtimit një muaj të plot. Nëse shikojmë festën e Kurban Bajramit, ditën e sotit, e shohim se kjo vjen si rezultat i përfundimit të 10 ditëve të Dhulhijhes, që konsiderohen ditë të rëndësishme, që i ka përmendur Zoti në Kur'an, që në këto ditë kryhet njëri prej ibadeteve më të rëndësishme që është haxhi. Prandaj festat fetare në përgjithësi nuk janë rezultat apo nuk kanë pikë referencë hakmarrjen, urrëtitjen apo të ngjashme, po përkundrazi pikë referencë kanë harmoninë, pikë referencë kanë lumturinë familjare, pikë referencë kanë edhe solidaritetin e përbashkët që e bëjmë, kështu që me të vërtet ky bajram edhe kjo ditë është një prej ditëve më të mëdha që ne si besimtarë festojna. Nëse marrëm me shumë të dërguarin e Zotit, kur ka shkuar nga Mekka në Medinë, i ka gjetur atje duke festuar festat e ndryshme, që pikë referencë kishin hakmarrjet apo triumfet ndaj njëri tjetrit, dhe ju tha atyre, o ju njerëz, vërtet Zoti i ka anuluar ato festa dhe u ka kompenzuar këto festa me 2 festa më të mira se ato, që janë festa Kurban Bajramit dhe festa e Fitr Bajramit. Po. Në fillim përmendet pak edhe haxhin dhe tha që natyrisht është i rëndësishme dhe ditët e para Kurban Bajramit. Po ka interesim, po vazhdojnë njerëz të shkojnë në haxh dhe sa i rëndësishëm është ai ritual për besimtarët musliman? Haxhi është jashtëzakonisht i rëndësishëm nga se nuk është vetëm një farzë ose një obligim, por është një prej shtyllave të fesë. Nga se ne besimtarët musliman pas shahadetit i kemi edhe 4 shtylla të tjera, të cilat synojmë të praktikojmë gjatë jetës tonë, e që janë namazi, agjërimi, zakati dhe haxhi. E haxhi është një prej shtyllave të fesë, obligime fetare të prera që Zoti na ka ngarkuar me to. Në këto ditë, muslimanët e mbar botës i drejtohen Ka'bes së bekuar në 10 ditët e Dhulhijhes për ta kryer këtë obligim, për të shprehur para Zotit një barazi të papërshkruar, të veshur të gjithë me një petkë të njëjtë, pa u dalluar generalin nga ushtari, kryetarin nga qytetari. Kjo është e veçanta, gjithë duke njëjtë atje. Të gjithë duke njëjtë, të gjithë i përfundojnë të njëjtat rituale, të gjithë e shprehin të njëjtën lutje lebejk Allahumme lebejk, që do të thotë të përgjigjem ty, o Zoti ynë të përgjigjem, pra të përgjigjem në atë që ke thënë ta veprojmë, të përgjigjemi nga ajo që të ndalohemi, të përgjigjemi për ta kryer këtë obligim, këtë haxh, dhe pikrisht në këto ditë që përfundon edhe ky rukn ose shtyllë e fesë, manifestohet edhe festa e Kurban Bajramit. Po, ndërkohë pati disa raportime që këtë herë ka ra shumë numri i të interesuarve që të shkojnë atje në 30 vitet e fundit. Është e vërtet kjo? Se me siguri ju keni informacione më shumë se sa persona po shkojnë. Sa i përket anës statistikave të përgjithshme botërore nuk e di, ndërsa për ne në vendin tonë përkundrazi numri është në rritje çdo herë. Edhe ka të atill që ndoshta për shkak që nuk ka vend për të dërguar mbesin për vitet e ardhshme. Dhe shkojnë dhe kryejnë një haxh me kushte të mira. Janë përgjithësit që interesohen për haxhilerët prej momentit kur nisen nga këto deri në momentin kur kthehen tek familjet e tyre, dhe deri tani janë shumë mirë,
sot i kanë gjujt gurt në Xhemerat, e kanë përfunduar ditën e Arafatin, ditën më të madhe të vitit, që nga se të ne në Islam, si që dhe nota e Kadrit konsiderohet nota më e madhe, ndërsa dita e Arafatit konsiderohet dita më e madhe e vitit, dhe kanë përfunduar dje, lutim Zotin tua këtë pranuar lutjet dhe adhurimet që kynë ata. Ndërkohë ka disa persona që shkojnë disa herë në haqë, kemi pasur disa lidhje direkte që kanë treguar që kanë shkuar më shumë se 18 herë. A bëhet pa drejtësi kur këta persona shkojnë prapë ndërsa të tjerët mbesin pa shku? Kjo është në mundësitë e tyre materiale, herën e parë kanë obligim fetar. Jo, në fakt përpyes nëse mbushët numri, sepse me sa e di është një numër i caktuar sa persona kanë drejt shkojnë. Nëse është punë e udhëhecave ata mund shkojnë për shkak se duhet shkon dikush për të treguar edhe normal që do të jetë dikush që ka përvojë dhe i din vendet, ritualet e obligimet që shkojnë atje. Ndërsa për haxhin normal që edhe kjo çështje merret parasysh të japet përparësi atyre që dëshirojnë të shkojnë për herën e parë. E pse është çmimi kaq i lartë, sepse kjo ja pa mundson edhe tjerëve që kanë dëshirë me shku. A mos çmimi nuk varet pe neve, çmimi më shumë varet pe ushtimeve dhe vetë ngritjes së çmimeve në Mekë atje. Rezervimi hoteleve, pagesave që bëhen për çdo haxhi, domethënë nuk është çmimi që varet vetëm prej neve. Pastaj varet të pozita e hotelit, sa më afër çabës, sa më larg kësaj, kushtet që i posedon. E kështu me radhë. Kështu që Bashkia Islame, siç dihet, i mundson kushte komode për haxhilerët dhe pothuajse të gjithë janë të kënaqur dhe janë duke kryer haxhin e tyre në mënyrë më të mirë. Po. Ndërkohë kemi raportime edhe këtë vit ka pasur edhe më herët që ka persona që kur shkojnë në haxh ndrojnë edhe jetë atje. Çka do të thotë kjo në fenë muslimane? Është normal që momenti i vdekjes kur vjen ai nuk shtyhet. Me ajet kuranor caktimi i Zotit kur vjen nuk mund të shtyhet. Dhe nëse dikush e ka të caktuar që t'jep shpirt në ato momente, normal se do ta dorëzoj dhe shpirtin e tij. Mirë po, kjo është një çështje mirë që ka vdekur duke bërë ibadet dhe adhurim Zotin e tij. Normal, nuk është ndonjë garant që ai do të shkon në xhenet patjetër, po përderisa ka pas jetën e mirë, qëllimin e mirë në rrugtim dhe në ibadet ka qenë dhe ka ardhur fundi i tillë, shpresojmë te Zoti ta mëshirojë atë. Po, ndikojnë këto edhe temperaturat e larta, ndoshta edhe kushtet në cilat ata edhe kryen ritualin? Po, mund të ndikojnë edhe ato, megjithatë ne çdo herë kemi edhe mjekun apo mjek që përcjellin delegacionin tonë dhe që i përcjellin haxhilerët tonë dhe kujdesen për shëndetin e tyre. Po. Në ditën e sotme, cili është mesazhi më i mirë që jepet nga feja islame, po pikërisht në festat e Bajramit? Mesazhi nuk do të jetë vetëm urime mirë. Kjo ditë nuk do të përçoj vetëm fjalë të mira dhe urime të mira, por realisht do të përçoj vepra të mira, do të përçoj solidaritet, do të përçoj harmoni. Është një dietar ka thënë, nëse festa e Bajramit nuk shoqërohet me shtrëngëmduarsh dhe vizita ndërfamiljare, ajo është vetëm një ditë në kalendarin vjetor. Andaj shpresojmë që këtë ditë të kalojmë të gëzuar, të lumtur, duke pasur raporte të mira ndërfamiljare, fëqënësore dhe farefisnore. Normal që festa e Kurban Bayramit vetveten ngërthen shumë, për shembull e kem edhe veçorinë tjetër dhe kurbanin që prehet po në këtë ditë apo në këto ditë, nga se është interesant festat fetare islame janë gjithëpërfshirëse, nuk e përjashtojnë askë. Nëse vrejmë për shembull fitën Bayramin, kur të është dita fitër Bayramit, ne që kemi, e kemi obligim të dhamë vitra. Ndërsa ata që nuk kanë, e kemi obligim të dhamë edhe atyre, që të jenë të gëzuar edhe ata bashkë me neve. Ashtu kur vjen Kurban Bayrami, me qenë se dallohet kjo ditë me prerjen e kurbanit dhe ushqimi preferuar në sofrat e besimtarëve është mishi i kurbanit, atëherë ne që kemi mundësi të prejmë kurban, e kemi obligim që të ofrojmë edhe të tjerëve që nuk kanë. Edhe kjo ka një mesazh, pra të kujdesëm për ata që nuk kanë mundësi. Nëse shikojmë festa tjera jo fetare, ata që kanë pasuri festojnë, ata që nuk kanë shikojnë e lakmojnë. Për dallim për festa fetare, o festojmë të gjithë, ashtu siç na ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, ose nuk e kemi kryer mesazhin tonë ashtu si duhet. Është mëkat, e kam një pyetje kështu, më erdhi nga kurreshtja, vazhdimisht postohen në rrjetet sociale tryezat për festën e Bajramit, pastaj fotografitë kështu familjare. Është kjo pak mëkat për të tjerët që ndoshta nuk i kanë mundësitë e njëjta? Randam, duhet të jemi të kujdesshëm.
mënyrë që mos shkaktojnë lakmi dhe të ata të cilët nuk kanë, apo nuk i posedojnë kushtet që i posedojnë ata cilët janë të pasur. Pa, pra duhet të ketë kujdes. Duhet të kemi kujdes. Ndërkohë ka shumë persona që ndoshta nuk i kanë familjarët të afër, jetojnë vetë, përmendëm pak edhe kushtet e rënda ekonomike. Kemi obligim ne që në këtë ditë festet kujdesemi për ta? Gjithsesi. Ne nëse shohim për shembull, siç e thash më herët, tek vitrat, po edhe tek zakati, që nuk ka të bëj pikërisht me këtë festë, mirë, po me përkujdesim përgjithësi, por edhe tek ndarja apo distribuimi mishit të kurbanit, ne kur e prem kurbanin vetëm 1/3 e ndalim për familjet tona, ndërsa 2/3 e tij shpërndajmë. Një pjesë e shpërndajmë për skamnorët dhe të varfrit, për ata që janë në nevojë, një pjesë tjetër e shpërndajmë për të afërmit familjarët dhe farafisit. Dhe kështu që nuk jetë asnjë familje dhe asnjë varfër pa u përfshi në ndihmat e besimtarëve nga këto obligime dhe ibadete që i kryjmë ne. Po, e dim që kjo festë, qysh nga mëngjesi ta japat ndjenjen që duhet t'jesh afër familjes, sillesh mirë, t'jesh shumë i mirë me njerëzit, po si mund të arrijmë që ta mbajmë këtë tempo edhe pas festës së Bajramit? Sepse besoj që edhe ju e keni vrejtë që ndoshta ditë jemi krejt mirë, por pastaj gjërat ndryshojnë ditën e nesërme. Ne duhet të përpjekemi çdo herë që të bëjmë ngritje rapide në çdo aspekt të devotshmërisë dhe të mirësisë, edhe me njerëzit, edhe me familjen, edhe me çdo kë. Mirë, po kjo është një lloj refreshi, po e quaj ashtu, që festat na bëjnë neve për të na rikthyer në ato cilësitë e brendshme që duhet të kemi. Dhe mos të harrojmë as të afërmit tonë, as familjarët, as farafisin. Ndoshta ndodh me ditë të tëra ne nuk bëjmë vizita, sa bëjmë vizitë vetëm në ditën e Bajramit dhe sa shkëmbejmë dhurata dhe ndihma në ditën e Bajramit. Nga se kështu si musliman e kemi obligim edhe humanitetin edhe për kujdesin tonë. Prandaj rëndom që kjo festa e Kurban Bajramit, një ndër mesazhet kryesore që përson është solidariteti, që t'jemi të kujdesshëm dhe mos t'i harrojmë edhe të tjerët. Po çka i mungon shoqërisë sot në këtë ditë feste? Pra, pikërisht në këtë vit që po flasim, këto muajt e fundit, çka po vreni ju që po i mungon shoqërisë tonë? Normal, na kemi nevojë shumë gjëra të cilat ndoshta nuk i kemi ashtu siç duhet. Mirë, po pasuria shpirtërore është ajo kryesorja. Me ditë njëri prindin si prind, me ditë motrën si motër, me ditë vllahun si vëlla, me ditë familjen si familje, me ditë me respektue të afërmin edhe me ia dhon meritën dhe respektin që duhet dhe që e kemi obligim. Nga se pejgamberi alayhis salam në një hadith ka thënë, pasuri e vërtet është pasuria e shpirtrit. Andaj në aspektin fetar nëse shohim shumicën e mesazheve janë me shumë mesazhe shpirtërore, nga se në aspektin e përgjithshëm them kështu, njeriu atë sa ka cilësitë e brendshme ashtu vlerësohet. Shembull konkret, mësuesi është mësues, atë sa është njeri. Mjeku është mjek, atë sa është njeri. Ushtari është ushtar, atë sa është njeri. Prandaj ajetet dhe hadithet, mesazhet e Bajramit neve synojnë të na kthejnë në njerëzoren tonë që ka thonë Zoti plotfuqishëm. Shihni vetëm se si e manifestojmë ne këtë ditë në mënyrën më të mirë. Ne ndoshta kemi festa që po festojnë edhe duke prishur fëmijët dhe rinia edhe bukurinë fizike tyre. Mirë, po në ditën e Bajramit... Për çfarë ke fjalën? Për kem fjalën për shembull festa shtrigave të ngjashme, të cilat fetarisht nuk parkohen. Nëse krahasojmë për shembull me festën e Bajramit, ne jemi me ngjës të pastruar, të parfumosur, të shoqëruar nga prindrit, nga vëllezërit, nga të afërmit, ju drejtohem deri dyrëve të xhamive. E fillojnë atë ditën me lutje fillimisht ndaj Zotit të plotfuqishëm. Bëjmë duar shtrëngime dhe përqafime me njerëzit e fshatit, lagjes apo të qytetit ato varësisht se ku jetojmë. Pastaj kthehemi në familjet tona, e kryjmë drekën e Bajramit dhe menjëherë vazhdojmë vizitat në për të afërmit, nipat e dajt dhe bijat tona. Kjo është pasuria që na duhet ne dhe që kemi nevojë ta ripërtrijmë dhe ta ruajmë. Po në fakt këtë nuk e bëjmë as ne çdo ditë. E bëjmë për festën e Bajramit, ndoshta çdo ditë nuk i përshëndesim të gjithë, ndoshta çdo ditë nuk jemi shumë të mirë me të gjithë. Problemi është se largohemi për tepër ose ndonjëherë dhe i harrojmë për tepër me të afërmit tonë. Gjë që nuk lejohet fetarisht. Andaj festa e Bajramit sikur da rikthen edhe neve nganjëherë në atë pikën ku duhet të jemi. Edhe në praktike shohim sa gëzueshme është kjo ditë. Sa e harreshme është kjo ditë, si në familjet tona, si tek fëmijët tonë. Të gjithë ne qysh si fëmijë bojnë amend ditën e Bajramit.
Është shumë e Se ka vërtetë. qenë një ditë e cila ka sjellë hare si në aspektin e ushqimeve, shëmbulljeve, zjarriteve të ndryshme, vizitave, daljeve, është po, më të themi, prera se që festa e Fitr Bajramit dhe Kurban Bajramit janë dy festat më të mira që kemi përjetuar dhe përjetojmë vazhdimisht. Nga se, siç e thash, nuk janë vetëm festa që festohen se ajo çka po do sot, po mesazhet që përçojnë janë të mëdha. Ndërkohë keni vrejtë që po zbehet ndonjë simbolik. Për shembull, viteve të fundit ka shumë familje që vendosin që festën e Bajramit ta festojnë diku në Bregdet dhe jo në shtëpitë e tyre. Çfarë mendimi keni ju sa i përket kësaj? Normal, nuk e këshillojmë një gjë të tillë. Festa e Bajramit është mirë të kalohet në familje dhe në xhirin familjar. Po, për nëse gjithë familja e ngushtë shkojnë Nëse diku? gjithë familja shkojnë është dëshirë e tyre, nuk ka diçka që ndalen një gjë të tillë. Mirë po, preferenca është që të kalohet me të afërmit, me farafisin, dhe kjo ditë e Bajramit në farë mënyrë të na bëjë më të lidhur se ditët e tjera. Nuk e pëlqeni si praktikë? Rëndom nuk është e pëlqyer nga se është një lloj izolimi nga të tjerët. Mendoni se gjeneratat e reja pak po e zbehen këtë frymën që ka qenë më herët e festës së Bajramit? Deri dikon ndoshta, por normal që festa e Bajramit çdo herë ka harmoninë e vet, edhe e ka lumturinë e vet. Ne më shumë të kemi nevojë që përveç aspektit shpirtëror, të lumturisë, të kemi edhe ato aspektet e falënderimit ndaj Zotit për të mirat që ne ka dhuruar neve. Për shembull, ne Kurban Bajramin, në këtë ditë që e prejmë Kurbanin, qysh si fëmijë të gjithë një prej sureve apo ajeteve kuranore më të shkurtra që është, e që kemi mësuar qysh kur kemi qenë fëmijë, inna a'tainaka al-kawthar, fasalli li rabbika wanhar. Që do të thotë? El-Kawthar, disa prej komentatorëve të Kur'anit thonë vjen për fjalës el-kathir, që do të thotë ne të kemi dhënë ty shumë të mira. Dhe në shaj falënderimin ndaj Zotit fal namazin dhe prej Kurbanin. Dhe ne kur e prejmë Kurbanin, përveç që e prejmë Kurbanin për të treguar solidaritetin dhe afërsinë tonë me njerëzit, tregojmë edhe për kushtimin tonë para Zotit. Shprehim edhe mirënjohjen dhe falënderimin tonë para Zotit, fuqiplot për mirësitë që na ka dhuruar në jetën tonë. Prandaj Bajrami është fest që në çdo aspekt apo prizëm që e shikojmë i ka mesazhet pozitive të saj. Po ju shoh që gjatë gjithë kohës po flisni me shumë dashuri për këtë fest, po më intereson, keni ndonjë kujtim që sa herë që vjen kjo fest kujtohet ajo, qoftë nga fëmijëria, qoftë diçka që të shkon gjëja e parë në mendje? Normal, e shkuarja në Bajram tek ne qysh se fëmijë ka qenë diçka që nuk harrohet. Ndoshta edhe shumë herët se fëmijë kemi zgjuar dhe para se më ardh koha, vetëm nga dëshira për me shku në Bajram. Edhe u të bëj shumë me fëmijët lagje se me shku në Bajramin, me fol Bajramin, e më kthyr nga Bajrami, ajo është një kënaqësi që përjetohet. Dhe shqyqër Zotit edhe sot po e manifestojnë në për xhamitë tona, në për vendin tonë, edhe pse normal, si që tha më herët, kemi nevojë për një lidhje më të fortë, familjare dhe farafisnore. Po, ndërkohë një pyetje tjetër kam sa i përket vizitave në Vareza gjatë festës së Bajramit. Pra janë dy grupe, disa persona e ndjejnë si obligim që t'jenë më afër të atyre që kanë ndruar jetë, dikush tjetër thotë që sjell ters, nuk është gjë e mirë, si që ndron e vërteta. Vetë jam i qartë, nuk ndalohet vizita e Vareza, por nuk do ta bëjmë vetëm ditën e Bajramit. Do në vizitën e Vareza nuk do ta bëjmë obligim për obligimeve të ditës së Bajramit. Pse njerëz e ndjejnë që pikërisht atë duhet të shkojnë të vizitojnë Varezat? Shmallën me të afërbet të tyre e bëjnë një lutje për familjarin e tyre që ka shkuar dëmshë. Mirë po, si që thash, nuk është ndaluar vizita Vareza, po nuk duhet bëhet kjo me patjetër vetëm në ditën e Bajramit, të konsiderohet si një prej veprave që patjetër do të praktikohet në këtë ditë. Po. Kur dikush ndron jetë, mungesa e një personi shumë të dashur për një familje e zbe pak edhe dëshirën për ta festuar këtë festë, duke e di që është bashkimi i familjeve. Cili është mesazhi juaj për këto familje që ndoshta po kalojnë këtë periudhë të vështirë dhe ndoshta edhe nuk dëshirojnë që të takojnë njerëz tjerë për shkak të dhëmbjes që kanë brenda? Ne muslimanët e kemi imanin, besimin që ahiretin e bashkon. Ahireti është bota mshuar, bota ardhshme. Përderi sa ndarja jonë është e përkohshme, kjo na zvogël dhimbjen. Ne ndahemi përkohësisht nga familjarët tonë. E shpresoj te Zoti plotfuqishëm dhe bëj lutje për ato familje që t'i takoj Zotin në xhenet me ata familjarë që kanë shkuar para tyre. Po, mesazhi është që ata gjithsesi duhet të bëjnë durim dhe të luten për ta, nga se nuk kemi zgjidhje tjetër.
jeta vazhdon për ta, deri atu ku ka thonë Zoti, ndërsa ne, secili prej neve deri në momentin e vet do të kalojnë në botën tjetër. Ndonjë mesazh për të rinjt në përgjithësi, jo vetëm festën e Bajramit, në përgjithësi për mirësinë, solidaritetin, paqen, çka duhet të ndryshojë tek të rinjt? Të rinjt shpresoj që të jenë solidar, të jenë human, të jenë në rrugën e Zotit dhe të respektojnë mësimet që vinë prej Zotit. Njeriu do të jetë faqebardh në këtë dunja dhe në botën tjetër para njerëzve dhe para Zotit nëse respekton atë që ka thonë Zoti. Dhe mund të jetë i humbur ose i korritur nëse shkel atë që ka thonë Zoti plotfuqishëm. Prandaj të parët tonë nëse morëm e shohim, edhe nëse kanë pas varfëri, nuk kanë pas shkollim, ndoshta so është dashur, nuk kanë pas mundësi edhe të shkollohen, por megjithatë kanë pas nder, kanë pas respekt, kanë pas bujari, kanë pas fjallën e mbajtur, kanë pas besën. Po mungojnë sot, janë zbesat? Sot janë zbet. Prandaj, ju thëm të gjithë atyre që mundësisht të orientohen aty ku ka thonë Zoti, nga se ajo që ka thonë Zoti plotfuqishëm ajo është më e mira, më e nevojshmja për ne, si në këtë dynja ashtu në tjetrën. Po, sigur të kishit mundësi diçka që do t'ju pyesnim juve për të ndryshuar, çka do të ishte gjëja e parë që do ta ndryshonit në shoqërinë e sotme? Diçka që të pengon shumë kur zgjohesh mëngjes, kur e mendon, kur e sheh vazhdimisht që do ta ndryshojë më një herë. Ndoshta është pyetje më e thellë, por megjithatë kemi secili gjëra që na pengojnë. Normal, ne e kemi përgjigjen atë haramet e rrepta që kanë ardhur Kur'an Kerim, ato do të ndryshojnë. Çka përfshihet në haramet e rrepta sipas juve? Çdo që ka ndaluar Zoti, korrupsionin, padrejtësinë, amoralitetin, e gjërat e tjera që Zoti i ka ndaluar rrepsisht, ato isha orientuar dhe ato i kisha ndaluar, po të kisha mundësi. Dhe isha orientuar të ajo që është puna e drejtë, puna e mirë, me pas drejtësi në vend, me pas moral, me pas edukat, me pas shkollim, me pas avancim. Dhe kjo është dhe që na duhet neve si shoqëri. Jeni të kënaqur me mënyrën se si po përfaqësohet sot feja islame, qoftë në media, qoftë në politika, po kudo që ka përfaqësues të fesë islame? Shiqoni, në aspektin e përgjithshëm, ne do t'ju qasëm edhe të ndëgjojmë atyre që vinë nga aspekti zyrtar, atyre mësimeve, normave, juridiko-fetare që dalin nga Kryesia e Bashkisë Islame dhe nga organet e saj. Normal që mund të ketë ndonjë individ që bën ndonjë përfaqësim jo të denjë. Ka tendenca për acarim raportesh edhe mes juve dhe për të ngjallë reagime edhe nga shoqëria, sepse ka shumë shpesh kur hoxhat bëjnë biseda në YouTube me persona që bëjnë telefonata dhe aty shumë shpesh janë thënë disa deklarata shumë të forta që pastaj kanë gjallë reagim dhe urrejtje të shoqëria. Në aspektin e përgjithshëm ne brenda organeve tona qëndrojmë mirë. Mund tjetë ndonjë besimtar, ndonjë qytetar që shpreh ndonjë mendim të tij, edhe mund tjetë edhe i gabuar, normal, gjërësh mund të ketë jo vetëm çështje fetare, por në çdo temë dhe në çdo aspekt. Po në aspektin e përgjithshme, apo të përgjithshëm, Bashkia Islame ka drejtoritë e veta dhe për çdo gjë merremi me aspektin zyrtar dhe mundohemi të jemi korrekt me çështjet që na interesojnë neve dhe muslimanëve. Rëndom Zotin Kur'an Kerim fen e ka quajtur si sherem apo si ilaç, si barnat. Feja është pothuajse sikur ilaçi, sikur se barnat. Nëse din me përdor të shëron. Nëse nuk din me përdor, mundohet të smunë edhe më shumë. Mirë, po do ta kesh mjekun, këtë rast teologun ose hoxhën, që ta shkruan recetën mirë, që ta jap fatvan e duhur. Prandaj për këtë arsye ne bëjmë thirrje çdo herë që të ndëgjohen fatvat që dalin nga Bashkia Islame e Kosovës, nga organet zyrtare të saj dhe të praktikohen, nga se feja nuk mësohet në për vende, në për podrume të ndryshme e në për rrugë, po mësohet në institucione zyrtare dhe në për institucione ku janë të legalizuara dhe ku spjegohet e mësohet feja, siç është Medresia Laudin dhe Fakulteti i Studimeve Islame. Po përdorin njerëz podrumet e tyre për të mësuar për fenë? Mund të përdorin, mirë, po ne bëjmë thirrje çdo herë pra që të merren nga institucionet zyrtare. Mendoni se ka ndryshuar pak në aspekt pozitiv mënyra që është trajtuar gruaja në fe? Ka shumë shpesh që dalin në deklarata persona që thonë që gratë prap shumë shpesh bëhen sklav të fesë e gjëra të tilla. Çfarë komenti keni për këtë? Shiqoni, mendoj se nuk ka ligj që i ka dhënë gruas drejta ashtu siç ka dhënë Islami dhe feja islame.
tjetër është që njerëzit nuk kanë lexuar ose nuk kanë kërkuar apo zhurmuar një gjë të tillë. Mjeku i parë në Islam ka qenë femër, jo mashkull. Njeri i parë që i ka besuar Muhamedit alayhis salam ka qenë femër. Pastaj dëshmori i parë në Islam është femër. Urdhrat kur kanë ardhur për lexim, për mësim, për studim, kërkon nuk është ndasë, nuk është veçuar gjënia mashkullore. Normal ne kemi tipare dhe kushte që kërkohet të respektojmë gjatë procesit të shkollimit ose punësimit ose diçka të ngjashme. Mirë po, edhe një çështje dua ta rikujtoj për shikues të nderuar. Porosia e fundit e të dërguarit të Zotit para se të jap shpirt dhe të vdes kanë qenë dy. Namazi dhe keni kujdes me gratë dhe familjet e juaja. Pra, dy çështjet kryesore që apo porosit më të rëndësishme që i dërguari i Zotit i ka pa të arsyeshme të na i lë neve si emanet para vdekjes tij, kanë qenë lidhja jonë me Zotin, namazi, dhe lidhjet e mira në aspektin familjar që është gruaja, bashkëshortja, dhe nëse marrim tani ajetet apo hadithet, këtë rast hadithet më shumë, se kush i rrit dy vajza i edukon, ato e ka të garantuar xhenetin, gjërat të tjera që flasin sot dietarët, po them pra edhe një herë, mendoj se nuk ka ligj, as jurisdiksion që i jap drejta femrës ashtu siç ka dhënë Islami. Ka ende burra të fesë muslimane që kanë më shumë se një grua, se kjo komentohet gjithmonë. Vazhdon? Çndroj kjo? Normal tash unë duhet ta them atë çka ka thënë Zoti. Çështja e poligamisë në Islam është çështje që lejohet kur ka nevojë. Për shembull, Zoti nuk i fal fëmijëve në gruan e parë edhe mos me prish raportet me të parën ose diçka, ose ka ndonjë smundje ose diçka të ngjashme. Mirë po me kusht që të ketë sjellje dhe të ketë mundësi për ato çështje. Jo çdo kush ka të drejtë dhe mundet ta praktikojë një gjë të tillë. Po nëse nuk është dakord gruaja e parë, nëse ajo nuk mund ta durojë që ta ketë një grua tjetër vetëm për shkak se nuk mund të bëjnë fëmijë tashmë. Mund të kërkojsh kur është zemë. Ose mund të kërkojnë nga bashkëshorti. Tash kanë dalë edhe mundësi të reja, me IVF, mundësi që ndoshta feja nuk është shumë pro këtyre. Për çfarë ke për qëllim të ndëruar? E kam fjalën rrjetën familjare, po. Po. Për çfarë ke për qëllim? Të lutem. Nuk e kuptove pyetjen fal se se kuptoj. Pyetja ishte, për shembull, ju tha që burri mund ta lirojë, në fakt mund ta mbaj gruan e parë për të marrë një grua të dytë për shkak se e para nuk mundet që të bëj fëmijë. Unë thash që tashmë shkenca ka përparuar dhe përmes IVF-it dhe mundësive tjera mund të bëhet edhe fëmija edhe me gruan e parë. Çdo ndërhyrje nga personi i tretë fetarisht ndalohet. Po. Çdo ndërhyrje nga personi i tretë. Qoftë me qelizën vezë, qoftë qelizën vezë, qoftë me spermatozoidin nga mashkulli, ndalohet për shkak se fëmiu do të jetë biologjik i dy bashkëshortëve. Po, kjo qëndron te feja. Kjo qëndron feja. Pa dash të hym tema tjera, sepse ka shumë tema për cilat diskutohet vazhdimisht. Unë dëshiroj që këtë intervistë ta kryejmë me paqe, solidaritet dhe mirësi, duke ju falenderuar shumë që ishit prezent. E dim që është sot edhe xhuma, ka rastis që të jetë edhe premte, kështu që ju keni obligime. Unë ju falenderoj shumë që ishit në studio. Faleminderit shumë edhe për juve, urime edhe një herë të gjithëve.